Kontratat paramartesore. Kohët e fundit, kontratat paramartesore po bëhen gjithnjë më të shpeshta dhe po shihen si një fakt normal në shumë marrëdhënie serioze. Ajo që dikur konsiderohej tabu apo edhe shenjë mosbesimi, sot po perceptohet si një formë përgjegjësie dhe transparence mes dy partnerëve. Shumë çifte martohen në një moshë më të rritur, ku secili ka krijuar pasuri, biznese apo kursime personale. Një kontratë paramartesore shërben për të qartësuar çështjet financiare dhe për të mbrojtur interesat e të dy palëve në rast ndarjeje. Kjo nuk lidhet me mungesë dashurie, por me maturi dhe planifikim. Në një kohë kur realitetet ekonomike janë më komplekse, siguria financiare është bërë prioritet. Prandaj, kontratat paramartesore nuk janë më vetëm për persona shumë të pasur, por po konsiderohen një zgjedhje e arsyeshme për çdo që kërkon qartësi dhe stabilitet në martesë. Njerë, si që kuptuam përmes insertit, sot do flasim për një temë e cila së fundmi është zgjeruar shumë në perceptim, do thoja edhe në praktik. Kontratat paramartesore janë për objekt për debate, zgjidhje juridike dhe planifikimi së ardhmës për shumë çifte. Çfarë janë? Çfarë përmbajnë? Se duhen bërë? Kush mund ta bëjë dhe në cilën fazë të marrëdhënies së tyre mund të realizojnë këtë kontratë paramartesore. Gjitha këto i marrin vesh sot përmes një avokati, mik i kësaj studio, Klevi Pojana. Mirë se vjen. Kënaqësi gjithmonë, Klevi. Faleminderit për ftesën. Gjithmonë mirë pritur. Klevi, sa i përhapur është përdorimi i kontratave paramartesore në Shqipëri sot që flasim? Keni gjetë një temë që është shumë interesante faktikisht, sepse gjithmonë më tepër po futet në diskutimin e përditshëm pjesa e kontratës paramartesore. Për qenë sinqert, është një nocion i ri sa i takon konceptit shqiptar të funksionuarit dhe të ndërtuarit jetës. Po ta krahasojmë me vende, po themi, perëndimore, Francë, Gjermani, Shtetet e Bashkuara etj, jemi ende shumë larg njohjes edhe praktikimit të kësaj marrëveshje, një akt juridik i cili lidhet midis dy palëve, të cilët duan ta lidhin jetën e tyre në një martesë, të cilët vendosin që para se të lidhen në martesë të bëjnë një akt juridik notarial, pra duhet saktësuar, sepse shpesh herë njerëzit ecin edhe akoma shumë njerëz nuk e kanë të qartë që jo çdo kontratë e firmosur ndoshta midis ne të dyve ka një vlerë juridike, nëse ajo nuk plotëson të gjitha kushtet ligjore që të ketë vlerë juridike dhe të ketë. Po, ajo është një kontratë juridike që lidhet midis dy palëve, të cilët duan të lidhin martesën, pra lidhet para se të lidhet martesa, bëhet para noterit, formulohet nga avokati apo noteri, por lidhet para një noteri publik, dhe më pas ajo që të marrë vlefshmëri dhe për palët e treta duhet të regjistrohet në gjendjen civile në momentin që të dy partnerët zgjedhin të regjistrojnë, të fillojnë procedurat për martesën e tyre. Klevi, na shoj kureshtin, çfarë ndajnë çiftet në kontratën paramartesore? Shiko, baza e një kontrate paramartesore lidhet me rregullimin e regjimit pasuror. Pra, qëllimi kryesor i inicimit një kontrate paramartesore ka të bëjë me regjimin pasuror që të dy pjesëtarët e kësaj marrëdhënie zgjedhin të kenë në rast të një divorci të mundshëm, por dhe në raste të detyrimeve, për shembull borxheve apo detyrimeve të tjera sa i takon marrëdhënies së tyre në çift. Zakonisht kjo është një kontratë që bëhet kur çiftet kanë disbalanca të mëdha sa i takon nivelit të pasurisë së tyre, apo kanë një mindset, pra një botkuptim pak më ndryshe sa i takon detyrimeve dhe të drejtave. Sigurisht që kjo kontratë nuk duhet cënoj ato parimet kryesore të martesës, pra të drejtat dhe detyrimet kryesore të dy partnerëve të cilët lidhen në martesë, nuk duhet të cënoj interesin parsor të fëmijëve apo të bie ndesh me ligjet fuqi, por sigurisht që fokusi dhe qëllimi kryesor i saj ka të bëjë me regjimin pasuror. Në Shqipëri, cilët janë ata të cilët nënshkruajnë kontrata paramartesore? Janë familjet me një pasuri të konsiderueshme, familje që vinë nga dy kultura të ndryshme, dikush është shqiptar, dikush është i huaj, familje që bashkëjetojnë por nuk janë martuar ligjërisht, pak nga ekspertiza përditshme. Pra, në çfarë unë kam hasur dhe sa herë kam hasur këtë fenomen, zakonisht
ky është fenomen që haset tek njerëz cilët kanë një po themi një përqasje ndryshe ndaj realitetit shqiptar. Pra mund të jenë ose të njohur me një realitet europian, pra kanë jetuar apo kanë një botë kuptim pak më europian të funksionuarit dhe të marrëdhënies tyre. Larg tradicionale, sepse po themi në Shqipëri ende funksionojnë martesa të cilat nuk lidhen në rrugë ligjore, pra krijojnë një marrëdhënie në bazë të asaj traditës dhe të drejtës zakonore që ne kemi pasur sa i takon marrëdhënies apo dhe fetare, por nuk e çojnë këtë gjë drejt një konkludimi juridik, sepse në fund ditës martesa nuk është thjesht dhe vetëm një akt personal që ti e ndërmerr, është edhe një akt juridik me të drejtat dhe detyrimet të palëve, por sigurisht që ka dhe një interes publik tek martesa, sepse sigurisht që ka vlerë për shoqërinë dhe për marrëdhënie juridike që pasojnë nga një martesë. Kështu që kur flasim për kontratë paramartesore, kryesisht janë njerëz të cilët e kanë këtë lloj lirshmërie dhe botë kuptimi sa i takon marrëdhënies tyre. Por shpesh herë kjo dhe paragjykohet, sepse në momentin e parë që një çift, pra pa shkuar tek kurorëzimi le të themi final i dashurisë tyre që është martesa, mendojnë për një kontratë. Dhe shpesh herë, për shembull, ata të cilët janë si themi zërat kundër kontratat paramartesore janë pikërisht ata që thonë që këto kontrata janë cënuese të besimit të një marrëdhënie dhe si të thuash paragjykojnë vendosin marrëdhënien si deadline. Eksakt, pra paragjykojnë jetëgjatësinë dhe mënyrën se si kjo marrëdhënie do të funksionojë. Kush po i kërkon më tepër kontratat paramartesore, janë djemtë apo vajzat? Kryesisht janë njerëz të cilët janë në botën e biznesit ose njerëz të cilët në të shkuar në tyre dhe në përditshmërinë e tyre kanë marrëdhënie dhe kanë një likuiditet financiar të konsiderueshëm, të cilët mendojnë që marrëdhënia personale dhe martesore nuk duhet të cënojë interesa apo detyrimet të tjera të cilat lidhen me pasurinë dhe me të drejtën që ata kanë mbi posedimin e vlerave monetare apo materiale që mund t'i kenë dhe të mëparshme. Klevi, çfarë klauzolash kryesore duhet përfshihen në një kontratë paramartesore që ajo të jetë shumë e fortë përpara ligjit? Të thash, shpesh herë njerëzit... Pra, për të kuptuar se si formulohet, the pak më herët lidhet nga një noter, por mund formulohet nga një noter apo avokat. Po, me qenë se ju në profesion jeni avokat, si ndërtohet një... Një kontratë paramartesore zakonisht shpreh vullnetin e lirë, si duhet të thënë, kjo duhet jetë vullnet i lirë, i pacënuar dhe i dëshirueshëm ka të dyja palët, mbi atë regjim pasuror që ata duan të ndërtojnë. Po themi mbi të drejtat dhe detyrimet që palët kanë financiarisht ndaj njëri tjetrit. Pra aty listohet, shtëpia është e imja. Duhet të ndajmë diçka. Nëse një çift lidhet një martesë tradicionale dhe kalon tek procedura juridike pa hyrë në kontratën paramartesore, ka një regjim që e rregullon marrëdhënien e tyre financiare. Është regjimi pasuror që është i imponuar nga Kodi i familjes dhe nga gjithë ligjet e shtetit shqiptar. Ky ligj nuk e cënon pasurinë e trashëguar apo të fituar para martese, pra ajo ngelet personale, por sigurisht që me kalimin e viteve mund të ketë ndryshime të statusit së pronësisë mbi objekte apo vlera të ndryshme dhe kjo gjëja tani nuk preferohet sipas kontratës të mos zbatohet regjimi pasuror siç është Kodi civil i përgjithshëm, por të ketë një regjim të caktuar pasuror që janë të dy palët që e përcaktojnë, pra nuk është diçka që përcaktohet vetëm nga njëra palë. Të dyja palët bien dakord mbi të drejtat dhe detyrimet që ato do kenë, edhe të thash, vlera kryesore e një kontrate është kur ajo bëhet në konform ligjit dhe regjistrohet, sepse është shumë e rëndësishme ky hap, për të pasur efekt tek palë të treta, jo vetëm tek marrëdhënia midis vetë çiftit. Levi, çfarë ka treguar koha, duke qenë se the gjykohen ata që bëjnë një kontratë paramartesore? A janë këto marrëdhënie, këto martesa me kohën jetëgjata? Shiko, në ditët që ne po jetojmë, fluksi i divorceve në Shqipëri, po dhe në botë është në shifra eksponenciale epidemike. Polën për 2024, 1 në 3 çifte u nda në Shqipëri. Pra jemi në kushtet ku shpeshherë ne shikojmë që marrëdhënie janë të destinuara të mos përfundojnë
në atë, le të themi, atë happy ending që ne gjithmonë jemi mësuar apo shpresojmë në të mirë dhe në të keq. Po. Kështu që në këto kushte kur le të themi divorci, kjo epidemi që ka zënë çiftet dhe marrëdhënien në Shqipëri dhe kudo në botë, faktikisht nuk është vetëm Shqipëri kjo gjëja, sigurisht që kontrata paramartesore shikohet si një zgjidhje sa i takon detyrime financiare apo shëndet. Faleminderit. Apo le të themi efekteve që do të vinë më pas. Zakonisht kur ka raste të divorceve, një pjesë e madhe e diskutimit apo e konfliktit në çift mund të jetë edhe sa i takon të mirave materiale dhe pasurore që ai çift ka ndërtuar gjatë jetës. Gjithmonë hym në atë kontraditën, ndoshta edhe nga mentaliteti shqiptar, që burri thotë që unë kam bërë gjithçka se unë kam punuar, por ndërkohë harron kontributin që gruaja ka pasur në familje, në shtëpi, në përkujdesin e fëmijëve. Që shumë njerëz mos hyjnë në këtë historikun e akuzave dhe kundër akuzave dhe duke cënuar dhe atë marrëdhënie që kanë pasur më parë, preferohet të ndërtojnë këtë rrugëtim të tyre duke zgjedhur një kontratë paramartesore që e ka, si themi, të qartë secili nga palët se çfarë e pret në rast të një divorci të mundshëm. Qartë, flasim për kontrata paramartesore, por a ekzistojnë, çfarë parashikon ligji shqiptar, kontrata pasmartesore? Apo është një koncept abstrakt? Jo, nuk është abstrakt, sepse ligji shqiptar e lejon që një çift edhe pasi është martuar të ndryshojë regjimin pasuror që ai do të ndjek në rast të një divorci etj. Pra, kontrata mund të lidhet dhe pas martese, por sigurisht nuk është më koncepti kontrat paramartesore, por efekti juridik mund të jetë i njëjtë në momentin që palët bien dakord për të ndjekur një regjim të caktuar pasuror sa i takon marrëdhënies së tyre financiare në rast të një divorci apo në rast të një ndarje të mëvonshme. Pra, është gjë që mund të realizohet. Levi, folëm për kontratat paramartesore, por na tregove edhe një realitet të prekshëm për Shqipërinë që janë divorcet. Për cilat arsye po ndahen të rinjtë jo vetëm sot në Shqipëri, nëse mund ta thuash? Shiko, unë shikoj dhe kam diskutuar dhe herë tjera këtë gjë që realisht shikojmë një shoqëri në krizë, një shoqëri e cila është në krizë të përgjithshme, nuk po e marr vetëm në aspektin e marrëdhënies midis bashkëshortëve. Shikojmë një shoqëri në krizë e cila ndoshta ndikohet nga vrulli i jetës që ne kemi në ditët e sotme, duke na ndryshuar, po të themi, edhe perceptimet apo dëshirat që ne kemi për të nesërmen tonë. Dhe kjo gjë ka ndikuar negativisht edhe tek, po të themi, kjo shenjtëria që ne kemi pasur për familje në kokën tonë. Pra, secili nga ne, edhe brezi jonë është rritur me idenë që familja është e shenjtë, duhet të ruajtur, duhet të mbrojtur etj. Dhe kjo ka qenë që shumë e bukur dhe duhet të jetë e tillë. Por fatkeqësisht ditët që ne po jetojmë, shikojmë që gjithmonë më tepër lidhen marrëdhënia apo konkludojnë marrëdhënie njerëz të cilët nuk kanë njohur vetveten, jo partnerin. Ata nuk e dinë vetë se çfarë duan dhe edhe dikur prindrit tanë nuk kishin gjithkohën e botës për ta njohur veten. Do njëri nisin në raportet shpesh, po duket sikur mundi për ta çuar një marrëdhënie përpara ka qenë pak më i madh. Ka qenë pak më i madh dhe ndoshta kanë qenë një brez i cili nuk dorëzohej kaq lehtë. Pra, nëse ne brezi i tanishëm në sfidat e para që hasim themi që okay, rruga këtu duhet ndarë dhe secili duhet shikojë drejtimin e tij, më parë mendonin që kapërcimi i një pengese që vinte në rrugë duhet ishte një hapi i ideal. Arsyet më të çuditshme që ke dëgjuar që kanë çuar në divorc? Janë të llojshme, por kryesisht baza ka qenë te mosnjohja e interesave të përbashkët që çifti duhet të ketë, problemet ekonomike, tradhtia, por gjithmonë më tepër shikohet, për shembull ka pasur dhe raste që kanë ndodhur divorce në kohën kur unë aplikoj avokatin, divorce të cilat ndodhnin disa muaj pasi ishte lidhur martesa, ose disa muaj pasi kisha ardhur në jetë një fëmijë. Po ndoshta presioni i akumuluar nga marrëdhënia e re, nga ndryshimi i statusit, nga ndryshimi i mënyrës së jetesës etj. krijonte një stres aq të madh për partnerët, saqë ata nuk e gjenin më rrugën për të komunikuar me njëri tjetrin. Pra, në momentin që mund të ishin çift, e gjenin njëri tjetrin si partner, si shok, si mik, në momentin që ktheheshin në dy partnerë, le të themi zyrtar në një marrëdhënie zyrtare, le ta quajmë një banesë, duke bashkëjetuar, duke ndarë të drejtat dhe detyrimet që lindin në rastin e një martese, kuptonin që nuk kishin ende të gatshëm për të marrë ato hapa dhe nuk kishin gjetur ndoshta njeriu e duhur. Por përsëri e them dhe mund me kesh ardhur, për shembull, shpesh herë në studion time kur vinin njerëz të cilët vinin për asë divorci, unë kam pas një praktikë që minimalisht
i prisja që të vinin edhe për herën e dytë apo herën e tretë. Pra nuk u jepja kohë. I jepja kohë sepse shpesh herë shikoja edhe më ka ndodhur që disa persona të cilat i kam thënë që okej, këtu jemi, e ndërtojmë kërkesëpadin, por mendoj edhe një herë flasim për rastet kur nuk kishen element të dhunës apo situata të cilat divorci është zgjidhje më e mirë se sa bashkëtesa. Por po them në situata ku ishin keqkuptime të vogla apo gjëra të cilat mund të zgjidheshin nëse dy palët përpiqeshin pak më tepër dhe më ka ndodhur që nuk jam kthyer më në zyrën time për ta vazhduar këtë gjë. Prandaj mendoj që se ndonjëherë është dhe ai inati i momentit që i çon gjërat në një pikë që pastaj është shumë e vështirë të kthehesh mbrapa. Pra inercia. Pra për inerci ka shkuar deri tek dera e gjykatës dhe aty pastaj edhe pse mund të ketë dashur të kthehet, shoqëria, familja, shumë gjëra tjera nuk e lënë më të kthehet pranë. Prandaj mendoj që duhen janë hapa të menduar mirë si lidhja e martesës, po ashtu dhe kur zgjedhin të... Dhe gjithmonë duke refuzuar influencat e jashtme, vendimi merret midis çiftit. Shevi gjithmonë i mirëpritur në këtë studio, faleminderit shumë. Faleminderit shumë për ftesën. Publiku i Thevi, qëndrojmë ne për ndjekur pjesën e fundit të mesdritës për sot. Na pret një bisedë interesante. Qëndroni me ne.